A e mbani mend atë shprehjen e famshme të fëmijëve, flas vitën parë se sot ka ndryshuar, Xhaxhit ka rënë Shamia. Xhaxhi kthej, kërkonte Shamin, Shamia nuk ishte. Dhe pastaj menjëherë vinte batuta tjetër. Është 1 prill. A e mbani mend kur fëmijët niseshin për në shkollë dhe në momentin e parë të dilnin para shokët e klasës dhe të thoshin: "Oh, sot nuk kemi, mungon mësuesja." Dhe sa filloi të gëzoheshin, thoshin: "Është 1 prill, pse u gëzove?" A i mbani mend kur linin takime dhe nuk dilnin dhe thoshin: "Ishte 1 prill, pse e hëngre?" 1 prilli është një prej ditëve që në një farë mënyre ka rezistuar dhe ka mbijetuar në Shqipëri dhe në vitet e komunizmit, kur pjesa e, po e quaj, besimeve apo e ritualeve që nuk lidheshin me regjimin komunist ishte e papranueshme. 1 prilli njihet tashmë si dita e gënjeshtrave, nuk e di pse në Shqipëri, sidomos në Tiranë në asaj kohe thoshin 1 prilli është dita e gënjeshtrave, 2 prilli është dita e hithrave, po gjithmonë i gjenin çdo ditë një gjë. Gjëja kryesore përpara se të shkojnë në festimin Shqipërit 1 prillit është pyetja e parë: pse 1 prilli konsiderohet dita e gënjeshtrave? Kush e ka përcaktuar si ditën e gënjeshtrave? Nga është origjina e 1 prillit? Kush janë vendet që festojnë 1 prillin dhe si është përhapur si kulturë? Natyrisht që çdo fest ka origjinën e saj, ka rrethanat në cilat ka ndodhur, ka kushtet që vinë, po për pjesën më të madhe të festave ka një shpjegim. Pra dihet nga kanë ardhur, si kanë ardhur, kur kanë ndodhur. Për 1 prillin nuk ka një shpjegim të saktë, nuk ka një shpjegim eksakt për të nga vjen, kur eksaktësisht ka nisur, si është përhapur në kulturën e cilit vend është më e pranishme, pra si është origjina e saj. Por gjithsesi, edhe për 1 prillin ka një sër teorish që janë teori mjaft interesante dhe që vlen të përmenden. E para, 1 prilli konsiderohet dita e gënjeshtrave dhe shumë prej personave që përfshihen të i quajnë të marrët e 1 prillit. Nuk ka asnjë të dhënë, edhe ti nëse bën një kërkim të thelluar, nuk ka asnjë të dhënë të saktë se prej nga vjen festa e 1 prillit ose dita e gënjeshtrave. Dita ndërkombëtare e gënjeshtrave. Në ditën ndërkombëtare të gënjeshtrave njerëzit bëjnë shaka me njëri tjetrin, e gënjejnë, e mashtrojnë. Madje ka pasur një traditë që shtypi perëndimor tani ka rënë, është shumë më modeste ose shfaqet aty këtu, po dhe shtypi i rëndësishëm perëndimor dhe gazetat më të mëdha amerikane dhe britanike bënin lajme të gënjeshtra, duke thënë pas është 1 prill. Madje mbytyja e Titanikut, e cila me kalendarin e vjetëm figuronte në 1 prill, pavarësisht se ka ndodhur në 12 prill, u konsiderua, pra me kalendarin e vjetëm ishte 1 prilli, u konsiderua një gënjeshtër e 1 prillit, sepse njerëzit nuk e besonin dot, dhe gazetat e kishin zakonshme që të bënin lajme të tilla të gënjeshtëra. Natyrisht bëhet fjalë për rreth 100 vjet më parë. Por cilat janë teoritë kryesore se prej nga vjen 1 prilli? Teoria kryesore dhe më e përhapur që lidhet me 1 prillin, ditën e gënjeshtrave ose me të marrët e prillit, siç u quajtën, është ajo teori që lidh 1 prillin me vendimin e Papa Gregorit të 13, i cili në vitin 1582 prezantoi kalendarin gregorian. Kalendari gregorian është kalendari i sotëm hyni, kalendari i cili e fillon ditën e vitit me 1 janar dhe i jep vitit 365 ditë të plota. Deri në fillimin e praktikimit të kalendarit gregorian, pra që Papa e solli me bindjen që do të ishte më mirë organizuar viti në Europë, përpara kësaj, data e fillimit vitit, pra viti i ri, festohej me 1 prill. Pra fillonte viti me 1 prill dhe mbaronte me 31 mars. Papa Gregori XIII ndryshoi këtë teori për ta sjellë vitin e ri dhe afër festës së Krishtlindjeve dhe për të qenë për tu asociuar me atmosferën e asaj kohe. Ndryshimi i Papa Gregorit XIII në fakt nuk u pranua nga një pjesë njerëzish, sidomos në Europën perëndimore, të cilët filluan të talleshin dhe të bënin shaka me ata dhe filluan të refuzonin 1 janarin si ditën e parë të vitit dhe vijonin të festonin 1 prillin. Numri i tyre u reduktua aq shumë sa shumë njerëz filluan të talleshin me ta dhe t'i konsideronin të marrët e prillit. Dhe fillonin me teorinë që sot është viti i ri, por në fakt kjo ishte një gënjeshtër, nuk ishte e vërtet. Teoria që 1 prilli vjen nga kalendari gregorian, nga ata që quheshin të marrët e prill dhe nga shakat ose talljet që bëheshin me ta, është një prej teorive kryesore të 1 prillit.
Por, pra kjo është teoria kryesore që qarkullon, por duket shumë e vështirë që 1 prilli të jetë kaq i vonshëm, pra që prej 1583 që i bie afro 425 vjet afërsisht e 440 vjet afërsisht, tash se duhet bëj llogarin tamam. Por, bile s'ta bëj tamam se pastaj do thonë, i bie rreth 423 vjet. Një teori tjetër që duket më bindse është që 1 prilli është një festë pagane, vjen nga lashtësia dhe lidhet me festivalet ndryshme të Romës, siç është ai i Hilarias, i cili mbajnë 25 mars dhe që lidhet gjithashtu me Europën mesetare, me ditën e të marrëve, kur njerëzit bën shakara. Zakonisht, kjo ditë lidhet me ekuinoksin e pranverës, me 21 marsin dhe me idenë që njerëzit fillojnë të kenë ndryshime humori, ndryshime që lidhen me motin, moti është i paqëndrueshëm, prandaj është quajtur një kohë e marrë dhe të marrët e marsit prillit dhe bëj shaka në këtë kohë, thuaj koha ishte do jetë mirë nesër, por ndërkohë koha ishte e keqe dhe kjo lidhej me të. Si traditë kjo u përhap në vende të ndryshme të botës. Fillimisht mendohet që tradita ka qenë prezente në Angli, në Francë, në Gjermani. Më pas është përhapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht kur them në Angli, them në Britaninë e Madhe, në Skoci, në Irland, dhe më pas u kthye në një ditë e gënjeshtrave dhe shakave që është dita ndërkombëtare. Po cilat vende festojnë 1 prillin? Në Europë feston Franca, e cila e quan peshku i prillit, dhe fëmijët bëjnë shaka dhe madje ngjisin dhe vizatime që lidhen me peshqit në shtëpinë e njerëzve pa u vënë re, pra ju ngjisin nga mbrapa. Në Britaninë e Madhe quhet i marri ose budalla i prillit, po shakat lejohen deri në orën 12, sepse mbas orës 12, lejohen gënjeshtrat deri në 12, mbas 12 quajnë i marri i prillit, sepse ke dal nga funksioni. Në Gjermani, në Itali, në Spanjë, në Holland, në Belgjik, në Luksemburg, këto vende e festojnë me shaka dhe lajme të rreme. Po kur them lajme të rreme në media që japin goxha lajme ato dhe më pas justifikojnë me 1 prillin. Tashmë kjo traditë ka rënë, nuk funksionon më. Në Skoci zgjat 2 ditë dhe konsiderohet si një ditë ku njerëzit dërgohen edhe me punë të kota që nuk duhet i kryen thjesht për të bërë shaka me që është 1 prilli. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada është festohet po ashtu me lajme në media, me reagime nga ndryshme dhe është shumë interesant si ditë, është shumë popullore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë popullore në Kanada, po me sa duket është një traditë që ka ardhur nga Europa. Është shumë interesant festimi 1 prillit në Indi, ku është bërë popullor, sidomos nga ndikimi britanik, po kryesisht në qytetet e mëdha nuk e njohin për fshatra, në Japoni ku nuk është fest e përmendur, po gjithsesi konsiderohet fest, dhe në Rusi ku quhet dita e budallajt. Edhe Rusia ka shumë interesante, ka një traditë gjatë shakash, mashtrimesh, talljesh dhe gallata. Nuk ekziston si datë në vende tjera që janë jashtë kontinentit evropian, pra po them, nuk është në Lindjen e Mesme, nuk është në Afrikë, nuk është në pjesën më të madhe të Azisë, nuk është në Amerikën Latine, dhe pse ka një traditë spanjolle dhe portugeze që ka shkuar atje, kështu që ekziston kryesisht në kulturën evropiane. Në Shqipëri ka qenë prezente gjithmonë, ka qenë prezente dhe në vitet e komunizmit, kur ishte thuajse pamundur që të kishe një fest që ishte jashtë standardeve të të komunizmit dhe të marksizëm-leninizmit. Edhe në atë kohë 1 prill ishte një fest shumë e këndshme, po kryesisht fest e fëmijëve që festojnë në për shkolla, në për lagje, në për rrugica, të mëdhejt e kishin më të kufizuar. 1 prilli, dita ndërkombëtare e gënjeshtrave. Kjo është historia e tij.